Në portin detar të Vlorës këtë të shtunë u krijua jo pa kaos. Shkaku bë hyrje e re e cila sipas qytetarëve nuk plotson standardet e nevojshme dhe i ka gjetur të papërgatitur si qytetarët ashtu edhe emigrantët, por edhe turistët e huaj që zgjedhin këtë pikë të kalimit të kufirit për të hyrë dhe për të dalë nga vendi ynë. Kaosi është krijuar si pasojë e mbylljes së hyrjes së vjetër me urdhër të firmës që po ndërton në brendësi të portit. Qëllimi i kësaj lëvizjeje është që në hyrjen e vjetër, e cila ka ekzistuar prej shumë vitesh dhe ka shërbyer si porta kryesore e portit të Vlorës, të hynë tashmë betonierët dhe automjetet e tonazhit të rënd të kompanisë të ndërtimit, ndërkohë qytetarët, emigrantët dhe turistët e huaj do të detyrohen të përdorin hyrjen e re, një hapësirë shumë e kufizuar, e cila sipas shumë prej tyre nuk ofron kushtet e nevojshme për një pikë kufitare me fluks të lartë lëvizjesh. Megjithatë, këtë të shtunë, situata është shoqëruar me probleme edhe sa i përket qarkullimit të automjeteve. Në zonën e hyrjes së re mungojnë hapësirat e nevojshme për manovrimin e mjeteve, ndërsa rruga nuk ofron mundësi për kthimin apo parkimin e tyre. Për pasojë, janë krijuar radhë konfuzion, duke vështirësuar lëvizjen e udhëtarëve dhe automjeteve. Nga ana tjetër, sipas syrit kritik për këtë ndryshim, hyrja e re ngre pikpyetje edhe për sigurinë publike, pasi pozicioni dhe infrastruktura e saj konsiderohen më të ekspozuara ndaj incidenteve apo akteve të mundshme që mund të cënojnë sigurinë e portit. Kjo është situata e krijuar pas hapjes së hyrjes së re dhe mbylljes së hyrjes historike të portit të Vlorës, një vendim që ka sjell edhe reagime. Qytetarët dhe udhëtarët, të painformuar për ndryshimin e hyrjes, paraqiteshin gjatë gjithë ditës këtë të shtunë, pranë hyrjes së vjetër të portit, në afërsitë të Pallatit të Kulturës. Siç mund të ndiqni edhe nga pamjet në ekran, shumë prej tyre nuk kishin ndjeni për ndryshimet e kryera dhe vazhdonin të drejtoheshin drejt hyrjes tradicionale të portit. Megjithse nuk kanë qenë të informuar paraprakisht gjatë kësaj të shtune, ata janë lejuar të hyjnë nga hyrja e vjetër. Sipas zburimeve nga dita e diel, kjo mundësi nuk do të ekzistojë më. Hyrja historike do të mbyllet përfundimisht për qytetarët dhe udhëtarët, ndërsa do të përdoret vetëm për futjen e betonierëve dhe automjeteve të tonazhit të rënd të firmës ndërtuese, që po zhvillon punimet në brendësi të portit detar të Vlorës.